Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Falëndrimi qoftë Allahut azza wa jall, salavat dhe selamet unë dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe gjithë atyreve që e pasuan dhe ndjekin rrugën e tij më të mirë deri në ditën e gjykimit. Falëndrojmë Allahun azza wa jall, i cili na mundësoi që të ritakohemi në këtë mezhlis. Dhe lusim Allahun azza wa jall që këtë mezhlis ta përthekojnë dhe të marrin pjesë me laqet e rahmetit, dhe lusim Allahun azza wa jall që Allahut na lavdron të kaj në qiell dhe të jetë prej mezhliseve që na fshon në fshurën e veprat mira në ditën e gjykimit, dhe se mos qohum nga ky mezhlis vetëm se të falur dhe të mshiruar dhe me të mirë se sa që kemi hyrë në të. Vazhdojmë me shpjegimin e sirës pra jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku jemi duke shpjeguar për luftën e Bedrit dhe kemi arritur tek tema me radhë e cila quhet dita e Bedrit. Në këtë ditë, pra në ditën e Bedrit, në ditën e dallimit, në ditën kur do të ndeshen ushtria e muslimanëve, pra ushtria e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që do i printe si pejgamber dhe si komandant, dhe përballë kësaj ushtrie do jetë Ebu Gjehli dhe koka e kufrit, dhe do jenë ata të cilët e kishin përsekutuar dhe kishin përndjekur dhe e luftonin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra në ditën e Bedrit, vëllezër të nderuar, dolen përballë dy ushtrit. Pra ushtria fitimtare, e cila i plotëson të gjitha cilësitë për mu ndihmuar, e që ishte ushtria e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ushtria humbur, që ishte ushtria e Mekazve, apo ushtria të cilës i printe Ebu Gjehli lanetullahi alaihi, e që kjo ushtri i kishte të gjitha cilësitë e dështimit, si që dhe e kemi shpjeguar në dersin paraprak. Në ditën e Bedrit, vëllezër të nderuar, pra në ditën kur arrin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Bedër, a thu vallë, a është përmend pozicionet e kësaj ushtrie në Kur'an, dhe ku gjindej ushtria Mekase dhe ku gjindej ushtria Medinase, o ku gjindej ushtria pabesimtarve dhe ku gjindej ushtria e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo ushtria muslimanëve. Ajo që e përshkruan Allahu xhelalu ala në Kur'an është se ushtria pabesimtarve ndodhej në një pozicion që quhej udwatul quswa. Udwatul quswa do të thotë skaji më i largët në Bedër. Ndërsa pozicioni ushtrisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte në udwatud dunya, pra në skajin më të afërt të Bedrit. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam së bashku me Ebu Bekrin radiallahu anhu kishin dalur në zbulimin e pozicionit apo lokacionit se ku gjindej ushtria Mekase. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte arritur së bashku me Ebu Bekrin radiallahu anhu të kuptonin pozicionin apo lokacionin se ku gjindeshin ushtria Mekase me gjithë krerët e kufrit dhe kokat e kufrit që kishin ardhur në Bedër. Dhe pastaj mirë po nuk e dinin sa është numri i tyre, pra dhe nuk e dinin përgatitjet e tyre. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dërgon 3 persona. Ata kanë qenë, vëllezër të nderuar, Aliu radiallahu ta'ala anhu, Sa'd ibn Abi Waqqas edhe Zubair ibn Awwami, që ishin dërguar me urdhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për të zbuluar ushtrinë e armikut. Dhe kishin arritur këta 3 sahabi me i kap 2 prej ushtarëve apo 2 persona të mushrikëve të Mekës, të cilët kishin shku për të marrë ujë dhe për t'ju dërguar ushtrisë së Kurejshitëve.
pastaj I kishin soll të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I kishte marrur ata në pyetje. Dhe I kishte pyetur se ku gjindej ushtria Mekase. Ata ishin përgjigjur që ndodhej pas Kodrës. Pra në vendin e quajtur Udwatul Quswa, një ashtu që përmend Allahu xhelalu ala në Kur'an. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I kishte pyetur se sa është numri I tyre. Ata ishin përgjigjur se numri I tyre është I madh, mirë po 5 ditë saktësisht se sa është numri I tyre. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I kishte pyetur ata se sa deve I therin e ditje. Dhe ata ishin përgjigjur se herë I therin 9 e herë I therin 10 deve. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte kthyer ka sahabet dhe u kishte thonë se numri I tyre është 900, mes 900 dhe 1000 persona apo ushtarëve. Dhe pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I kishte pyetur ata se kush është në atë ushtri, pra kush janë generalat e saj dhe kush I prin asaj ushtrie. Dhe ata ishin përgjigjur se është Ebu Gjehli, është Shejbe, Utbe, është Hakimi ben Hizami, edhe kokat e kofrit e kështu me radhë. Dhe pasi kishte ndëgju pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se si paria dhe udhëheqësia e Mekës kishte dalur, atëherë ishte kthyer ka sahabët dhe u kishte thonë, ja Meka u afron njerëzit me të shquart e saj. Pra ja afron në luftë, në ballafaqim kokat e udhëheqësisë apo udhëheqësia kryesore e Mekës ka dalë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam arrin pra me mbledh këto informacione sa I përket ushtrisë armikut. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi që I merr këto informacione, atëherë ngutet me sahabët dhe e nxajnë pozicionin e tyre në Bedër. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi vendoset në ushtrinë e tij dhe me sahabët në Bedër, atëherë jepet mundësia për konsult, pra mu këshillue dhe me dhonë sahabët opinione. Dhe flet Habab ibn Mundhiri radhiyallahu anhu dhe I thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, o I dërguar Allahut, a është kjo shpallje prej anës së Allahut azza wa jall që ti të vendosësh në këtë vend, apo është taktik ushtarake dhe mundësi strategjike, pra që kemi mundësie me dhonë opinione dhe mendime. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I thot Habab ibn Mundhirit, pra është strategji dhe keni të drejt me dha opinione apo keni drejt me dhonë mendime. Dhe Hababi radhiyallahu anhu jep një mendim, nga se ishte shumë I shkath dhe kishte eksperiencë dhe përvuja për luftra, dhe I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, I dërguar Allahut, pra pse pyet Hababi a është shpallje? Pra nëse është shpallje, atëherë ne nuk guxojna me kundërshtue. Ama nëse është mundësia, pra kena mundësi me dhonë opinione dhe mendime, atëherë thotë I dërguar Allahut, këtë vend ku e ke përzgjedhur ti, unë mendoj që nuk është vendi I përshtatshëm. Thot, mendimi im është që ti dhajmë deve ujë dhe të pina ujë prej pusëve që gjindshin në Bedër, pastaj ti domethënë ti mbushëm ata me gur, edhe mos jetë mundësia, domethënë që armiku me pi ujë për atyre pusëve, pastaj me hap një kanal, dhe pastaj me formu një rezervar, dhe ai rezervar me ka në anën tonë, nga se uji është shumë I rëndësishëm në luftën veçanti, kur je në shkretëtir, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I pëlqen mendimi dhe opinioni I Habab ibn Mundhirit dhe kështu veprojnë, pra I pin ujë prej atyre pusëve, pastaj I bllokojnë ato dhe bartin ujin të një rezervar dhe e lajnë ujin në anën e muslimanëve. Dhe kjo është vëllezër të nderuar aja rëndësia e konsultës në Islam, tamam siç thot Allahu, wa shawirhum fil amr, dhe ti konsultohu me ata, pra konsulta
dhe shura në islam është kur s'ka tekst. Kur u tekst s'ba mu kundërshtue. Mirë, po kur s'ka tekst, atëherë lejohet mu konsultu se si musliman kanë me zgjidh atë problem ose atë situatë me të cilën ballafaqohen e kështu me radhë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pëlqen strategjin dhe idenë e Habab ibn Mundhirit radiallahu anhu, dhe në të njëjtën kohë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam zbashku me sahabët merr pjesë si lider dhe si komandant në luftën e Bedrit, dhe siç ka ardhur në transmetimin e Imam Ahmedit rahimahullah nga Aliu radiallahu anhu, thot kur lufta ndezej ashpër, thot ne mbroheshëm me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka lënë të gjitha ato vujtje dhe të gjitha ato tortura me të cilat i kalonin domosdoshmë sahabët, shokët e tina sallallahu alaihi wasallam dhe radhiyallahu anhu. Pra nuk ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam larg situatave të sahabëve, mirë po ishte prezent me ata ato. Dhe pasi që thamë se gjitha cilësit e një ushtrisë fitimtare ishin realizuar te pjesëmarrësit e Bedrit, atëherë vëllezër të nderuar, Allahu azza wa jall këtyre njerëzve ju sjell edhe keramete, ju sjell edhe mrekullie. Dhe ka ndodhur dy ngjarje shumë të rëndësishme që i ka regjistruar Kurani i Madhërisëm, këto dy ngjarje që kanë ndodhur një natë para luftës e Bedrit. E para për këtyre është se Allahu subhanahu wa ta'ala para betejës i ka vënë sahabët në gjumë. Dhe siç ka ardhur në transmetime, domosdoshmë shpatat ju kanë rënë prej dure. Dhe kjo me kuptuar mësim shumë të rëndësishëm. E haja është se kanë qenë të sigurt në zemrat e tyre. Se njeriu kur tutet se za gjumit, mirë po këta janë kohë të sigurt, të bindur në Allahun subhanahu wa ta'ala, në kaderën dhe caktimin e Allahu xhelalu ala. Pra Allahu subhanahu ka vënë në gjumë. Dhe ky gjumë para betejës është keramet për njerëzit, nga se ja jep një forcë çka nuk arrihet në diçka tjetër. Jashtë domthon nëse ndodh ky gjumë, si lloj sigurie dhe si lloj vetbesimi në ballafaqim me armikun. E para dhe e dyta që ka ndodhur, ka zbrit një shi. Pra Allahu xhelalu ala në para betejës, pra atë natë, e ka zbrit Allahu subhanahu wa ta'ala një shi. Dhe ky shi, vëllezër të nderuar, ka qenë rahmet për muslimanët. Dhe muslimanët kanë rënë me flajt. Përveç pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili tër natën është lutë që Allahu subhanahu wa ta'ala me ndihmue atë dhe shokët e tij, dhe me ndihmu këtë islam dhe kauzën për cilën kishin dalur me ndihmu dhe me triumfu feja Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra gjendja muslimanëve ishte kjo. Pejgamberi sa duke u lut, sahabët flenin dhe qetësia kishte zbrit në zemrat e tyre. Ndërsa në anën e mushrikëve, gjendja ishte tjetër, vëllezër të nderuar. Ata ishin të friksuar, ishin të tmerruar në zemrat e tyre. Ata ishin konfuzion. Domethënë në kundërthonje për arsye se siç kemi shpjeguar pra kësaj ligjërate, vetë generalat e tyre kanë qenë në dyshim a me luftu a me s'me luftu. Karavani e Abu Sufjanit kishte shpëtuar, atë për çka të luftojna? A me luftu për karavanin? Karavani shpëtoi. A me luftu për Abu Xhelit? A me luftu për Umej ibn Khalefin? Për çka me luftu? Këtë dojna me mbyt, siç edhe kemi shpjeguar këtë. Prandaj Allahu azza wa jalla i përshkruan ata që i bëjnë shirk Allahut, thot në Kur'an: "Wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra min as-sama'." Kush i bën Allahut shirk është sikurse me gjujt prej qiellit. Pra kanë qenë sikurse me gjujt prej qiellit. Në gjendjen të cilën Allah subhanahu wa ta'ala përshkruan në gjendjen e tyre. Dhe kështë gjendja pra mushrikëve para luftës e Bedrit. Dhe thamë që shiu ka qenë mrekulli, ka qenë keramet që Allah subhanahu wa ta'ala ka dërguar për sahabët. Po çfarë efekti ka pas ky shi, vëllezër të nderuar? I kanë përmend dietarët e parë prej tyre, thotë shiu ka qenë mrekulli prej anës së Allah subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu thotë ky shi ka qenë i freskët, rahmet dhe mëshirë për muslimanët, kurse për pabesimtarët ja u ka vështirësuar ecjen e tyre. Gjithashtu përfitimet që i kanë pas nga aromja këtij shiut, i kanë përmend dietar se muslimanët kanë pi ujë prej tij, edhe pastaj janë pastruar. Gjithashtu toka ku kanë qenë muslimanët u bë tokë fort.
dhe ka lecuar çështjen e lëvizjes së tyre, ndërsa ka ana armikut është bë tokë me llaç dhe ka vështirësue në më ha ecjen e tyre. Dhe gjithashtu ky shi ka qenë cëtësi për zemrat e muslimanëve. Dhe po ashtu e kam përmend dietar se shiu ja u ka largue ato cytjet edhe vezveset me të cilat disa prej sahabëve dhe kanë qenë gjynib apo të papastër atë natë, prandaj ka qenë si pastrim për ta. Dhe Allah Azza wa Jalla ka përmend Kur'an: "Wa yunazzilu alaykum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih." Dhe Allahu ka zbrit shi për juve prej qiellit që t'ju pastron. Por ky ajet ka zbrit për muslimanët para betejës së Bedrit. Liyutahhirakum bih, thotë që t'ju pastron juve me atë. Wa yudhhib ankum rijsa ash-shaytan, dhe t'ja largon juve atë sulmin apo ato vejës dhe cytjet që shejtani mallkuar, domethënë i ka sulmuar sahabët. Wa liyarbita ala qulubikum wa yuthabbit bil aqdam, dhe thotë që t'ja u lidh zemrat e juve dhe t'ju forcon këmbët e juve. Por këtë ky shi ka qenë rahmet për muslimanët. Pastaj vëllezër të nderuar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bë dua madhështore. Dhe është lut pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I ka qut durt ka qielli dhe fytyrën e ka drejtuar ka qielli. Derisa transmetojnë sahabët prej tyre Abu Bekr radiallahu dhe Omeri se ja kanë pa dhe në sjelllat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam aq i përkushtuar në dua dhe lutje që Allah më ndihmu. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u shlut, ka thonë: "O Allah, ja thot Kurejshet kanë ardhur kryelart, pra më ndjem dhaj, duke të kundërshtuar ty dhe duke përgënjeshtruar pejgamberin tënd." Dhe ka bë dua: "O Allah, ndihmoje të dërguarin tënd." Pra ndihmom në atë që me ke premtuar. 3 herë ka bë dua këtë dua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe pastaj ka thonë: "O Allah, shkatërroja armikun e mëngjes." Ka ardhur në transmetim nga Abu Bekri radiallahu anhu se i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "O i dërguar Allahut, mjaft me, pra ju ka dhimbë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shkak të gjendjes se ka po duke bë dua me mirë dhe shpirt." Ka thonë: "Mjaft se Allah Azza wa Jall ku me ta realizu premtimin të cilën ta ka premtuar." Edhe pastaj kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra i drejtuar ka qielli ka Allahu, i kishte ngritur durt e tij dhe fytyrën e tij. Edhe sahabët zemrat e tyre i kishin të lidhura me Allahun Azza wa Jall. Të gjithë sahabët i përshkruan Allah Azza wa Jall: "Idh tastaghithuna rabbakum." Për kujta thot kur ju e thirrët Zotin, i kërkuat ndihmë, dhe Allah Azza wa Jall ju ndihmoi, pra në luftën e Bedrit. Dhe normal kur lidhen zemrat me Allahun xhallahu ala ashtu siç i kishin të lidhur sahabët, atëherë zbret ndihma mbi atë ushtri. Pra, për cilësisë më të rëndësishme është me kanë të lidhur me Allahun Azza wa Jall, atyre që luftojnë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe sahabët e kuptuan se men kana yuridu al-izza falillahi al-izzatu jami'a. Kush e don krenarinë dhe forcën, atëherë krenaria dhe forca është vetëm tek Allahu dhe prej Allahut subhanahu wa taala. Edhe po ashtu vëllezër të nderuar, koka e kufrit, Abu Jahli ka bë dua. Abu Jahli lanetullah alayhi ka bë dua duke ju drejtu Allahut, se mushrikët e kanë njoftë Allah, mirë po mënyra adhurimit në tauhidin uluhije kanë pas defekt. Dhe ka bë dua dhe lutje: "O Allah, shkatërroj ata që i kanë ndërprej lidhjet farefisnore." Pra, shkatërroj ata muslimanët të cilët janë bërë sebeb me i prish lidhjet farefisnore. Por Islami ka ardhur me i mojt lidhjet farefisnore. Dhe Abu Jahli ka menduar që Islami ka ardhur dhe i ka prish lidhjet farefisnore. Dhe Abu Jahli ka bë dua: "O Allah, shkatërroj ato i cili ka ardhur me këtë fe që ne nuk e njohim." Dhe o Allah, shkatërroj, ka thonë në mëngjes, pra njëjtë sikur se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që është lut. Mi pashtrohet pyetja Allahut të nderuar, pse Abu Jahli e ka bë këtë dua kur ka ditë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është pejgamber dhe i dërguar Allahut, mirë, por nga mendjemasia nuk e ka pranuar. Dietarët kanë dhënë 2 komente para, me ju dhon kuraja dhe me ngrit moralin tek ushtria e tij. Njëjtë sikur se faraoni për cilën Allah Azza wa Jall tregon
për faraunin që kështë thonë ushtrisë së tij, dhe kështë thonë popullit, o ma urikum illa ma ara, dhe unë nuk shoh rrugë zgjidhje tjetër, në atë që apo ju drejtoj, përveç kësaj times, o ma ahdikum illa sabila rashad, dhe nuk jam duke ju udhëzuar përveç në rrugën e drejtë. Pra, me mendu e populli, apo ushtria në këtë rast se ky një mend është në rrugën e drejtë. Kjo e para, dhe e dyta, ky ajet edhe ngjarja e Abu Xhelit na mëson mësim shumë të rëndësishëm se si tagutat e zamanit kur të ndryshëm, gjithëherë shohin veten se janë reformatorë dhe janë duke i thënë njerëzit ka rruga e drejtë. Në fakt, janë duke i drejtuar ka xhenem dhe ju ka xheneti. Dhe e dyta, vëllezër të nderuar, për me qetësue psikologjikisht. Pra në zemër dhe në mendje pasuesit e vetë Abu Xheli, se ne jemi në rrugën e drejtë në këtë që po luftojna, vetë fakti që unë po e baj këtë duan në këtë formë, jap me kuptu se e vërtet është në anën tu. Dhe nga kjo ka nxjerrë dietarë vëllezër të nderuar se fazat e shkatrimit, apo fazat me të cilat punojnë tagutat dhe tiranet dhe diktaturët, punojnë këto dy forma. E para, mashtrimit të tjerëve. Pra i mashtrujnë. A keni pa vëllezër të nderuar në veçantë për shembull mediat. Njerëzit që janë zullumqtarë më të mëdhenj në tokë, i shfaqin atë formë sikur se po ju bëhet zullum atyne. Ndërsa atyre që në fakt ju bëhet zullum, i shfaqin atë se kanë prish rendin. Wa kedhalika yafalun, dhe kështu ata veprojnë. Dhe kështu ampin mendje njerëzve dhe popujve. Dhe u nxisin muslimanëve, domethënë luftrat e kështu me radhë. Dhe pasi që lutet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që më ndihmu Allahu subhanahu wa taala, dhe bënte dua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që më ndihmu ushtrinë e tij, atëherë vëllezër të nderuar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lut Allahun azza wa jall duke thonë: o Zot, nëse shkatërrohet ky grup, lan tu'bad fil ard, s'do adhurohet në tokë. Ja me kuptu se i vetmi grup që ka qenë tokë musliman ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me pjesëmarrësit në Bedër. Pra, ata që ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Bedër, dhe normal ata që kishin jetuar në Medinë, pra që s'kishin marrë pjesë në Bedër. Pra, lufta mes të vërtetës dhe të kotës dhe mes imanit dhe kufrit. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasi që afrohet takimi mes dy ushtrive, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillon me i rëndit ushtarët në Safa. Por rënditja ushtarëve në Safa, në rreshta, nuk ka qenë e njohur tek arabët. Dhe ushtria e rënditje në Safa e jap domethënë një pamje të bukur, po dhe friksuese tek armiku kur musliman domethënë rënditën e Safa, dhe si që ka përmend Allah azza wa jall në Kur'an në surën Saf, inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa kanahum bunyanun marsus. Allah i don ata të cilët luftojnë në rrugën e Allahut në Safa, sikurse të jenë në ndërtesë vetë, e vetëm kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra e rëndit ushtrinë e tij, dhe pasi e rëndit ushtrinë vëllezër të nderuar, atëherë jap disa udhëzime shumë të rëndësishme për sahabët, nga se kemi thënë se ushtria pejgamberit alayhis salam ka qenë domethënë mjaft pak e përgatitne. Pra i ka pas 2 deve dhe nuk ka pas domethënë përgatitje shumë jashtë asaj që e kanë pas domethënë në mundësitë e tyre në atë kohë. Dhe cilat janë ato udhëzime që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i jep? E para, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i urdhënon sahabët që t'i ruajnë shigjetat e tyre. Pra t'i ruajnë harqet, shigjetat e tyre, dhe mos t'i gjuajnë ato para se mu afru armiku. Pra për shkak se njeriu në ato situata mundet me kap stresi ose nxitimi kështu me radhë, mirë po pejgamberi sa më jap udhëzime që mos me gjuaj shigjet, pra me i ru shigjetat derisa armiku të afrohet, dhe pastaj me gjujt shigjetat. Njashtu edhe kuajt friksohen për shigjetat, kështu që me shfrytzu kur ata afrohen dhe kur është mundësia e goditjes
së tyre. E dyta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e urdhnon shokët e tij që mos të nxjerrin shpatat përveç se pasi të afrohet armiku, po ushtria me kase në këtë rast. Dhe pra udhëzimi i parë të gjuhen shigjetat, të ruhen në fillim, pastaj të gjuhen kur të afrohen, pastaj kur të afrohet armiku do të nxjerrin shpatat. Dhe nxjerrja e shpatat, si që kanë shpjeguar dietarët në këtë udhëzim të pejgamberit alayhis salam, po jep frikë për armikun. Po kur afrohet dhe nxjerrë shpata me atë vrullin, atëherë kjo është frikë për zemrat e tyre kështu me radhë. Nga kjo që u tha deri me tani, shtrohet pyetja, pra cilat ishin ato cilësitë e kësaj ushtrie fitimtare që ka përmend Allahu azza wa jalla në Kur'an. E para, marrja e shkaqeve, sebebe. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa. Thatë Allahu përgatitu në sa të keni mundësi. Pra sahabët pejgamberi alayhis salam u përgatitën takatën dhe mundësinë e tyre. E dyta, mbledhja e informacioneve. Pra pejgamberi sa doli vet me Abu Bekrin në mbledhje informacion, pastaj dërgoi 3 sahabë, siç e ndëgjuat. E treta, organizimi i rreshtave. E katërta, përzgjedhja e pozicioneve. Dhe e pesta, disiplina dhe besimi i fortë në Allahun subhanahu wa taala. Këtu ishin ato cilësitë që i kanë pas sahabët në luftën e Bedrit. Mirë po vëllezër të nderuar, gjatë rreshtimit të rreshtave në luftën e Bedrit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte një shtizë dhe i rreshtonte safat e ushtarëve një ashtu që rreshtohen muslimanët në safën e namaz. Dhe ndodhi një ngjarje interesante. Kjo ngjarje lidhet me Sawad ibn Ghaziyya, një prej sahabëve, i cili qëllimisht i kishte parapris safit gjatë rreshtimit që i rreshtonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur e sheh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kishte këmbët e tina i paraprinin safit, atëherë tha istawi ya Sawad, tha drejtohu o Sawad. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e prek në barkun e tij me shtisë. Dhe Sawad i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i dërguar Allahut, thot ai i cili të ka dërguar me hak, me drejtësi, pra Allahu xhelle wala, thot ka urnue që me gjiku thët drejt, dhe unë du me marr hak për teje, për arsye se me lëndova i dërguar Allahut. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shplon këmishën e tij, edhe i thot Sawadit, thot merr hakun o Sawad. Dhe pasaj afrohet Sawadi radhiyallahu anhu dhe puth pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në barkun e tij. Dhe pastaj i thot pejgamberi alaihi wasallam Sawadit, ma hamalaka ala dhalik. Çfarë shtyi që ta bësh këtë Sawad? Tha i dërguar Allahut, peshe se në çfarë situatë jemi. Dhe nuk e di a shpëtoj. Kështu që pata dëshirë që prekja jeme e fundin këtë dynjë me kanë me trupin tënd të ndershëm. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lutet për Sawadin dhe lutet për sahabët. Pra, kishte një ngjarje emocionale mes komandantit dhe ushtarit në këtë rast. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe Sawadit dhe këtë ishin në ushtria pra sahabët. Dhe jo vetëm kjo, vëllezër të nderuar, mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka orë në Bedër është ndrue me disa prej sahabëve për shkak mungesës së devës, si mjet bartës, pra kanë hyp me rend. Pra pse ka qenë pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk e ka shfrytzuar që ai me nejt mbi deve, e pastaj sahabët me iskëm. Mirë po ka qenë model dhe shembull. Për këtë arsye Allahu ka thonë laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, shembullin më të mirë e keni të dërguar në Allahu subhanahu wa taala. Dhe pasi që ballafaqohen pra dy ushtrit, dhe pasi jap të udhëzime pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë vetëm se fillon lufta e Bedrit. Dhe para se me fillu lufta e Bedrit, vëllezër të nderuar, një person i cili ishte nga ana e mushrikëve dhe i cili ka pas emrin Asfad
ibn Abdul Asad el-Makhzumi dëshiron me shku me pi ujë tek pusi muslimanëve, apo tek ai bazenti që kishin rezervare që kishin përgatit muslimanët para se të vente ushtria me kase, domethënë tek uji. Dhe pastaj ishte krylart, dhe ishte mendjemadh, dhe si thot Allahu në Kur'an, e femen zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana, thot a është njëjtë sikur sa ai që e sheh veprën e tij të keqe, pra që ju është zbukuru vepra e tij e keqe, a është njëjtë ky me ato i cili është në rrugën e drejtë? Dhe këtina ju kishte zbukuru e keqja, ju kishte zbukuru shirku, ju kishte zbukuru arroganca dhe ballafaqimi i muslimanit. Dhe pastaj i del Hamza për vol këtij personi, dhe pastaj e plagos atë, dhe ai mundohet i plagosur me shku me pi ujë, dhe pastaj prap e pret Hamza radiallahu anhu dhe e mbyt këtë person, pra Aswad ibn Abdul Aswad el-Makhzumiyun, dhe kjo ishte mbytja e parë. Kjo njëherit ka ngrit moralin tek muslimanët, pra se muslimanëve, domethënë u mbyt një prej mushrikëve, po gjithashtu kjo e ka ul moralin tek pabesimtarët dhe ka dobësue moralin tek pabesimtarët për arsye se një prej tyre u mbyt. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pastaj domethënë arabët para ardhjes së islamit e kanë pas vëllezër të nderuar zakon që para se të përleshen dy ushtrit me dal disa persona në dy luftim, domethënë ballafaqim. Dhe 3 dalin prej mushrikëve. Ata që kanë dalë prej mushrikëve kanë qenë Utbe ibn Abi Rabia, një prej kokave të kufrit, dhe vllai i tij Shejbe ibn Abi Rabia dhe djali i tij Walid ibn Utbe. Pra këta 3 kanë qenë prej mushrikëve. Aja që është më çudit këtu është Utbe. Për arsye se Utbe kur ka zhvillu një dialog me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në Mekë, u ka thonë vetë mushrikëve të Mekës se as nuk është magjistar, as nuk është sihirbaz, as nuk është falltor për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe Utbe ka qenë prej atyre që i ka folë Abu Jehlit dhe parisë Mekës para se mu ballafaqu në Bedër që mos me luftu. Për arsye se kena më mbyt dikë prej anëtarëve tonë të familjes. Dhe pejgamberi alayhis salam u kishte thonë muslimanëve, nëse dikush ka hajër në ushtrinë me kose, hajri gjendet te pronari i devës së kuqe, që ka qenë Utbe mbi të. Mi po ajo që është më çudit me çuditshme është se ky vet ka dalë në 2 luftim. Fa asbaha min al-khasirin, dhe u bopi të falimentuarve. Pa u bopi të shkatrunve. Edhe pasi kanë dalë në 2 luftim, atëherë vëllezër të nderuar, në ballafaqim dalin disa prej ansarëve. Mirë po, mushrikët e Mekës fillojnë me hidh dyshime tek muslimanët dhe tek sahabët. Pra se ne nuk kemi të baj me juve. Ansarët kanë qenë nga fisi Evse dhe Khazraj. Atëherë i dojna njerëzit tonë, po njerëzit tonë. Dhe pastaj i largohen ansarët, mirë po këtu shihet guximi i ansarëve se si ka ardhur puna vllazëllokut dhe puna akides. Dhe pastaj tërhiqen ansarët pasi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam urdhon dhe në ballafaqim dalin 3 sahabi, ata ishin Ubejd ibn Harith, Hamza dhe Ali radiallahu anhum. Pra dalin të 3 në ballafaqim me mushrikët. Në transmetimin e Imam Ahmedit rahimahullah ka ardhur se ballafaqimi ka ndodhur mes Aliut dhe Shejbes, Hamzës dhe Utbes dhe Ubejd ibn Harithit dhe Walid ibn Utbes. Pra ballafaqimi ka ndodhur mes tyre dhe Allahu azza wa jalla sjell fitore, të 3 sahabët i eliminojnë këta mushrik. Dhe me mbytjen e këtyre 3-ve plotësohen 4 dvran për anës së mushrikëve, duke llogaritur ato që u fal më herët. Dhe kështu ngritet morali i muslimanëve, se si Allah azza wa jalla qysh në hapat e parë sjell fitore muslimanëve. Pastaj domthon dobësia dhe rënia moralit të ana e mushrikëve. Edhe pas mbytjes së këtyre 3 mushrikëve,
atëherë fillon hovi dhe ndezja luftës. Allahu Azza wa Jalla thot në Kur'an: "Hadhani khasmani ikhtasamu fi rabbihim." Thot këta janë dy hasëm, o dy kundërshtar që kanë dalë në polemik rreth Zotit e tyre. Thonë dietarët, ky ajet ka zbrit sa i përket Aliut dhe Hamzës dhe sahabiut tjetër në mballafaqim me mushrikët të cilët kanë luftuar mballafaqim pra para shpërthimit dhe hovit të luftës së Bedrit dhe pastaj shpërthen lufta. Edhe këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vëllezër të nderuar fillon me udhon kuraja dhe me i inkurajue sahabet dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot një hadith, thot pasha Allahun apo pasha atë që shpirti im është në dorën e tij, nuk lufton sot një burr pra në luftën e Bedrit duke llogarit shpërblimin tek Allahu, duke mos ia kthy shpinën, vetë se Allah azza wa jalla fut në xhenet. Dhe sahabet e kërkonin xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe ata e dinin se në mes xhenetit të tyre është patjetër si derë pengesë, domthonë vdekja. Prandaj e ndëgjuan këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ndëgjuan këtë hadithin e pejgamberit alayhis salam se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha sahabëve në ditën e Bedrit se xheneti ka 100 shkallë i ka përgatitur Allahu subhanahu wa taala për ata që luftojnë në rrugën e Allahut, dhe në mes shkallës së parë dhe dytë të tursa mes qiellit dhe tokës. Dhe pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i nxiste sahabët dhe u bënte të dashur xhenetit të Allahut subhanahu wa taala, së gjerësia e tyre sa gjerësia e qiellit dhe tokës. Dhe gjatë ndëgjimit të këtyre haditheve ndodh një ngjarje e çuditshme me një sahabi i cili quhet Umair ibn Hammami radhiyallahu anhu. Dhe kur e ndëgjon pejgamberin alayhis salam se vetëm gjerësia e xhenetit o sa gjerësia e qiellit të tokës, a thu sa është lartësia e tina, atëra ai kishte disa hurme në dorë dhe fillon me ju vërsul mushrikëve të Mekës, edhe ky sahabi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ndëgjon duke i thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam bakhin fitoj tregtia dhe i gjul hurmet për arsye se i doket vonim nëse pre domthon derisa i han ato hurme. Dhe e ndëgjon hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pra se nuk lufton sot dikush vetëm se Allah duke llogarisht problemin te Allah dhe duke mos ia kthy shpinën, vetëm se Allah azza wa jall ka me fut në xhenet. Dhe pastaj kur i gjun hurmet i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse unë luftoj sot do dërgoj Allahut, a jam pe banorëve të tij? Pejgamberi alaihi salam i thot innaka min ahli hati, pe banorëve të xhenetit, dhe i hedh hurmet në tokë dhe lufton dhe bie shahid në ditën e Bedrit. Pra ky është një shembull i ndëgjimit ndaj urdhrave të Allahut dhe haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që sahabët e kishin prezant pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ngjarja e dytë që ka ndodhur që është mjaft interesante është ngjarja apo ndodhia e Umair ibn Abi Waqasit. Umair ibn Abi Waqas ka pas 16 vjet. Dhe ka qenë vllau i Sa'd ibn Abi Waqasit. Dhe gjatë shkuarjes në Bedr, gjatë afrimit në Bedr, sa të mshef. Dhe pastaj i ka thonë Sa'd ibn Abi Waqasit se çfarë je duke vepruar? Thot po kam frikë, thot për shkak se jam i vogël, mos po me heton, apo mos po me vrejnë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe po me kthen. Dhe pejgamberi alaihi salam e vrejnë Umair ibn Abi Waqasin dhe pastaj i tha që mu kthyje. Mirë pa i fillon me qajt dhe me ju lut pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se mos mi provue prej pjesëmarrjes në Bedr, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i jap leje. Gjithashtu e kemi një ngjarje tjetër që ndërlidhet me Sa'd ibn Haythaman dhe babojnë e tij. Babai i Sa'd ibn Haytham radhiyallahu anhu i kishte disa vajza, domthonë për kujdesje, dhe që u dashje patjetër domthonë në edukimin dhe mbikëqyrjen e tyre, i darën dhe rrezikun e shtëmbërall. Mirë po kur vjen
puna me dalë në Bedër, atëherë vjen shorti mes tina, domethënë vjen një herë biseda me djalin e vet, baba dhe djali cili me dalë. Dhe baba i Sa'd ibn Khaythames radhiyallahu anhu i thotë që me i dhonë sot leje me dalë aj dhe mos me privu për këtij shpërblimi. Dhe vjen puna me qitë shart, dhe shorti i bjen djalit, pra Sa'd ibn Khaythames radhiyallahu anhu. Dhe pastaj i thot baba i tina, i thot që në ditën e sotshme me i dhon leje. Mirë, po i thot djali, pra Sa'd ibn Khaythames, thot baba jem, po të ishte diçka tjetër jashtë atë xhenetit, kisha me dhon leje, ama nuk muj. Dhe mërzitet baba i tij dhe ka lënë shortit tek djali dhe den luftën e Bedrit. Mirë, po baba i tina pastaj ka rënë shahid në luftën e Uhudit dhe kjo do përmendet inshallah me lejen e Allahut. Gjithashtu një ngjarje tjetër që ka ndodhur, është ngjarja e nënës së Harith ibn Suraqas. Aja kishte shkuar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për djalin i cili kishte rënë shahid i ri domthonë në këtë luftë, dhe i kishte thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me i tregu se ku është djali i saj. O nëse është në xhenet, do basabër, ama nëse është dikon tjetër jashtë xhenetit, atëherë do habitër se çka do veprej. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tregon se djali i saj ka arrit në Firdausul A'la, pra në xhenetet më të larta, në Firdaus, ku kulmi i Firdausit është arshi Allahu xhelalu ala, dhe Allahu azza wa jall është mbi arshin e tij, ashtu siç i përshtatet madhështisë së tij. Dhe gjithashtu një ngjarje tjetër që ka ndodhur në luftën e Bedrit është mbytyja e Umej ibn Khalifit. Umej ibn Khalifit, domthonë e kishte paralajmëruar shoku i tij, siç i kemi shpjeguar, se ty kanë me të mbyt musliman. Dhe ka me të mbyt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe në fillim e kemi shpjeguar se kur është nis për luftën e Bedrit, është mundu me dërgu tjetrin. Mirë, po për shkak që i kanë thonë që je frikacak, e Buxhali dhe kokët e kofrit atëherë ka dalë për shkak që mos t'i thuhet që është frikacak. Dhe kemi shpjeguar këtë më gjerësisht në dersën e kaluar, mirë, po Umej ibn Khalaf arrin në Bedër. Dhe Abdurrahman ibn Aufi arrin atë dhe djalin e tij me kap rob. Dhe pasi që e kapin rob, atëherë e shef Bilali radhiyallahu anhu. Bilali ka qenë ai që është persekutu prej Umej ibn Khalifit. Shkon e vëllezër të nderuar se si kthehet dynjaja. Si rrotullohen ditët. Umej ibn Khalaf e rrahte, e kanë gjikaste Bilalin e Mekë. Pastaj e lënte në vapën e nxehtësisë duke ja vendosur gurin. Pastaj e rrahte me kamxhi duke i thonë mohu Allahun. Ndërsa Bilali thoshte ehadun, Allah është një, Allah është një. Dhe ja vjet dita kur Bilali radhiyallahu anhu e shef Umejen në ditën e Bedrit. Dhe ju thëtë ansarëve, ja, thët ku ashtë Umej ibn Khalaf, thët s'ka me shpetu nëse shpetonaj. S'ka me shpetu nëse shpetonaj. Dhe Abdurrahman ibn Aufi për shkak që ka pos mik dhe shok para Islamit, është mundu me ka për rëb, ata dhe djalin e tij, pra si rëb luftës në ditën e Bedrit. Mirë po, Bilali radhiyallahu anhu me ansarët i vërsulen dhe e mbysin Umej ibn Khalafin kokën e kofrit, dhe realizohet profecia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kishte paralajmëruar se ty kanë me të mbyt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E kanë me të mbyt muslimanët dhe ja mbysin Umejen dhe e mbysin djalin e tij Aliun dhe mbytet koka e kofrit dhe mbytet kokat e kofrit sikurse Buxhali dhe siç kemi shpjeguar atë se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë para luftës së Bedrit o kishte dhënë kuraja dhe mysh dhe muslimanëve se këtu do të mbytet e Buxhali, këtu do mbyten kokat e kofrit, por është realizuar ajo që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pasi që mbyten kokat e kofrit, vëllezër të nderuar, shtrohet pyetja se çka i ka bëu këta burra me fitu me që se ka qenë pakic. Edhe numri i mushrikëve ka qenë 3 fish, me më se sa i muslimanëve. Dhe si arritën këtë fitore? Aja që jenë cilësue besimtarët në ditën e Bedrit, ardhëzër të ndëruar se kam pas cilësi shumë të mira, po në mesin e tyre kam pas
fuqia, forca që ka qenë të kata, dhe besnikria, dhe kanë marrë me amanet këtë din të Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe këto cilësi i ka pas edhe Musa dhe pejgamberi të Allahut subhanahu wa ta'ala, kur ka folë aja vajza që thuhet që ka qenë vajza Shoaibit apo atij plakut mirë që përmend në Kur'an, inna khayra man ista'jarta al-qawiy al-amin, më së miri që shpërblen është që ai është i fortë, është besnik. Pra e ka cilësuar Musa alayhis salam me këto dy cilësi, dhe këto dy cilësi kanë pas sahabët. Pra forca dhe besnikëria apo amaneti. Nuk ka mundësi ai i cili mashtron edhe trahton me ndihmu Allahu subhanahu wa taala ata. E dyta, vëllezër të nderuar, mbështetja e pejgamberit alayhis salam të rinia. Thuhet një hadith, pse është daif, mirë po kuptimi është i saktë. Thotë nasrani Allahu bish-shabab wa khadhalani bi-shuyukh. Më ka ndihmu Allahu me rini dhe më ka pështruar me pleq. Dhe lexoj historinë e pejgamberit alayhis salam, shumë pak prej pleqve kanë besu, ndërsa ka ndihmu Allahu azza wa jall me rini. Dhe rinia që ka ndonë luftën e Bedrit, Ali radiallahu anhu këtë kohë ka pas 25 vjet, Saad ibn Muadh ka pas 32 vjet, ndërsa Musabi ka pas 37 vjet. Për fund, për mbledhje e cilësive të sahabëve apo ushtarëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po cilat kanë qenë ato cilësi e që Allahu azza wa jalla ka zbrit ndihmën e tij tek ata. E para, vëllezër të nderuar, që në cilësu sahabët në luftën e Bedrit ka qenë besimin e Allahun subhanahu wa ta'ala dhe në pejgamberllahun e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pra la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Dhe në luftën e Bedrit, pra kanë luftu për më kuptu fjala la ilaha illallah. Kurse në luftën e Uhudit kanë luftu për më kuptu pjesa e dytë e shahadetit Muhammedur Rasulullah. Dhe kjo është një metodologji e muslimonit që nuk ka mundësie me ngrit përveç se pra me la ilaha illallah Muhammed Rasulullah apo me Kur'an dhe Sunet, dhe nuk vje përshtrimi përveç se me braktisjen e Kur'anit dhe Sunetit dhe fjalës la ilaha illallah. Cilësia dytë ka qenë besimin e ditën e fundit. O sahabët kanë qenë të bindur se është një ditë që kena murin gjallë. Dhe kanë me dalë para Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe kanë kërku xhenetin e Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe e kanë dashur vdekjen në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra cilësia dytë. Kurse cilësia tretë ka qenë uniteti. Ne e shohim se si muslimanët para luftës Bedrit dhe në luftën e Bedrit kanë qenë bashkë, nuk kanë qenë të përçon, nuk kanë qenë konfuzion, nuk kanë qenë në huti, mirë po kanë qenë në mëhat të vendosur pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të bashkuar, jo në aspektin e kabiles, e as në aspektin e prejardhjes, mirë po kanë qenë në lidhjen e akides dhe i ka bashkuar feja islame. Innamal mu'minuna ikhwa, me të vërtetë besimtarët janë vëllezër. E katërta, përgatitja e mirë, pra në takatin që i kanë pas mundësit, dhe dhënia pasurisë dhe përgatitja me dituri dhe me mjetet që kanë qenë të nevojshme. E pesta, e shura, konsultimi. Ne e pam konsultimin se si jap Habab ibn Mundhir në bllokimin e pusëve dhe pastaj hapja një rezervari që me pos ujë ushtria muslimane dhe mos me pos ujë ushtria pa besimtare. Dhe tham që shura apo konsultimi vjen aty ku s'ka tekst, ndërsa kur vjen shariati, teksti, Kurani, hadithi, ijma kështu me radhë, s'ka ato konsultim. Nuk kundërshtohet ajeti, hadithi dhe ijmai. Dhe kur muslimanët këshillohen, atëherë vjen cilësia tjetër që një ashtu që kanë pas, pra vendimarrja dhe mos hezitimi. Siç thot Allahu në Kur'an, wa shawirhum fil amr, wa ti konsultohu fa idha azamta fatawakkal ala Allah, dhe kur të vendosësh mbështetu në Allahun, pra fali 2 namaze, 2 recate istikhare. Pra sahabët ishin të vendosur dhe nuk ishin kurfar hezitimi dhe dinin që po luftonin në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Cilësia e 7 ishte domethënë mbështetja pas Allahut xhelalu ala në rinin dhe kujdesi për rinin që ata të përgatiten dhe të formohen
me dije dhe me mësimet e Allahut azza wa jall dhe me mësimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Cilësia e tetë ishte dorëzimi i çështjeve të ata që janë kompetent. Domethënë, pejgamberi sa më pyet kur është kiameti, ka thonë idha usni del amru ila ghayri ahli, kur çështjet e marrin ata që janë kompetent për tu. Prandaj, edhe në luftën e Bedrit të shohim se si, domethënë njerëzit që ishin kompetent për ato detyra që u përcaktuan, i marrën dhe ju dha atyre, prandaj me forcë dhe amanet dhe pa mashtruar Allahun dhe pejgamberin alayhis salam, i quan në vend. Cilësia e nëntë është se si pejgamberi alayhis salam ishte vetë pjesëmarrës dhe u përzijës bashkë me sahabet, nuk najti duke i ndjek hotelet dhe gjërat komode, mirë po ishte pjesëmarrës me ta në vijën e parë të frontit. Dhe e dhjeta është se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ngjalli atë shpirtin e shpresës dhe ndihmës dhe fitures dhe bindjes se Allah azza wa jall do na ndihmon, dhe siç u tha sahabëve, nesër do vrahet ky filan venin, nesër do mbytet ky filan venin, nesër do mbytet filan taguti filan venin, kështu me radhë, dhe ashtu ndodhi. Dhe këto padyshim që ishin një lloj optimizmi dhe një lloj shpresë për muslimanët se ndihma e Allahut azza wa jall është afër, dhe këto janë ato cilësitë që i kanë poseduar pra pjesëmarrësit në luftën e Bedrit, në ditën e Bedrit, dhe kur muslimanët i realizojnë këto, vëllezër të nderuar, Allahu azza wa jall ju jep begati, pra një begati të madhe e që është begatia e forcimit, pra i forcon në ata për të cilën ballafaqohen me te, dhe Allahu subhanahu wa taala zbret rahmet dhe zbret ndihmën e vet. Lusim Allahun azza wa jall që Allah t'ju ndihmon muslimanët kudo që janë. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullah.